Teuta Dupi, një nga njerëzit më të dashur, është përballë meje në Shihemi në sy. Po edhe për ty showbizi shumë larg nuk ka qenë kurrë. Domethënë, nuk e di, jo për gjykuar njerëzit, po për gjykuar fenomenin. A mendojnë që kam drejt në këtë pikpamje? VIP nuk të bën vetëm pjesëmarrja në një format shumë të rëndësishëm televiziv. Dhe unë mendoj gjithmonë dhe e them pa hezitim fare, që ne kemi krijuar një media dembele, një media në të cilën mënyra më e kollajt për t'ju adresuar publikut është zgjedhja e parë gjithmonë. Pritshmërinë që kishe nga një format ose nga gjërat që ndodhin pas formatit, apo ajo që ndodh në përgjithësi në showbiz. Pra, ishte kjo që ti kishe menduar? Me showbizin shqiptar, duke qenë që përpara bëja radio, isha disi në kontakt, pra, e njihja se e ke njohur dhe më përpara. Si bëhet kur vendos të ftosh në program një mikesh të jashtëzakonshme ditën që vendos të regjistrosh programin? Kjo është pyetja themelore e podcastit tonë sot. Teuta Dupi, një nga njerëzit më të dashur, është përballë meje në Shihemi në sy. Si se do? O pam. Mirë, faleminderit Zia. Faleminderit shumë që të uroj suksese, megjithëse suksesin e ke me vetë gjithmonë. Ndoshta edhe për faktin që jeta më ka takuar her mbas here me njerëz si puna jote. Edhe besoj që kjo ka të bëjë shumë, sepse po kjo nuk është e rastësishme. Unë them nëse Zoti të do të bekon me njerëz të mirë, edhe këtu se jam modeste se unë jam njeri i mirë. E di. Po asnjë gjë nuk ndodh rastësisht në këtë jetë. Kështu që nëse ti përkushtohesh, ti jesh njeri i mirë, investon në këtë gjë, pavarësisht se sa gur të sjell lumi, patjetër që do jesh gjithmonë me njerëz të mirë. Ti aty mjeca dhe ti e di që mua më pëlqen të improvizoj, më pëlqen të jem nganjëherë thellësisht spontan, madje edhe më spontan nga sa duhet. Po ne të dy që në fillim kur jemi takuar, besoj që kemi gjetur eksaktësisht këtë. Mos patjen frikë te përballja me atë që të vjen ashtu siç të vjen. Domethënë, te ty dallon kjo karakteristikë dhe besoj njerëzit sa të shohin, është një nga arsyet e tua pse ti e jep këtë energjinë kaq potente, pozitive etj, sepse unë mendoj që mungesa e frikës te njerëzit, jo kur është e paarsyeshme, po kur rrethanat lënë vend për të, i bën të tjerët të ndjehen shumë komod me ta. Është një arsye shumë e fortë për ata që të duan dhe nuk besoj që ka njerëz që nuk më duan, thjesht kanë frikë. Njerëzit kanë frikë nga e vërteta, kanë frikë nga përballja, kanë frikë se gjykohen, kanë frikë se po të thonë atë që mendojnë, pjesa se për fat keq shumica të rreheq nuk do jetë me ta dhe do jenë gjithmonë të papreferuar, nuk marrin like, nuk marrin follow, nuk marrin pëlqyeshmëri. Kjo është një gjë që na bashkon të dyve. Dhe një nga arsyet besoj më të mëdhaja që njerëzit të pëlqyen ty, jo vetëm në Big, por edhe jashtë saj, dhe unë e shikoj për ditë, kjo është një gjë e prekshme, është pikërisht të jesh i vërtet, nuk ka rëndësi në çfarë kushtesh, rrethanash apo gjendje emocionale, financiare, shoqërore gjendesh, ti je i vërtet me të vërtetën, me personin dhe e them shpesh, jo për të qenë i vërtet, për të thënë shikoj unë jam i vërtet për ta pretenduar, eksakt. Jo, po për të qenë i vërtet, pikërisht për t'i dhënë mundësi njerëzve që janë përballë teje për të planuar ty në gjërat që ti ke ashtu. Ti jesh i lexueshëm dhe pastaj ata të zgjedhin të rinë ose jo me ty. Në fakt, nuk është se bëjnë keq edhe kur srin, sepse nuk je person që duhet të rri kushdo me ty. Faleminderit, e çmoj dhe besoj që kjo vlen për plot njerëz, po unë vazhdimisht mendoj këtë perspektivën që në një botë me zgjedhje, njerëzit duhet her mbas here të kujtohen se çfarë do të jesh i vërtet dhe prap, jo në parim vetëm, por për hir të realitetit që na rrethon edhe nganjëherë edhe për hir të dashamirësisë për tjetrin, sepse një njeri i pavërtet nuk është dashamirës ndaj teje. Pra, e di është kjo dilema interesante që një mikesh apo një mik i mirë për shembull, janë një marrëdhënie dashurie e zemë. Dhe ti flet me një person i cili
e di që partneri jot nuk është ideal për ty dhe nga pamundësia për të vërtetën të pompon me një iluzion që në fakt nuk qëndron. Duke të thënë që shiko po ju shkoni, po sa mirë jeni, po sa bukur dukeni. E di teja çka kam vënë re nga kjo bota e me demek showbizit, duke qenë që jam bërë disi pjesë e saj që mbas periudhës bigut. Kam padur miq plot në këto rrethana, po kjo tani më ka bërë këtë ndjehem disi më i përfshirë në të. Kam vënë re që ka një tendencë të frikshme për të falsifikuar marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin. Dhe nga ana tjetër ti je shumë multidimensionale, po edhe për ty showbizi shumë larg nuk ka qenë kurrë. Domethënë, nuk e di, jo për gjykuar njerëzit, po për gjykuar fenomenin. A mendojnë që kam drejt në këtë pikpamje? Shiko, ne jemi një vend i vogël, edhe kur flitet për showbiz, është një fjalë shumë e madhe për të përfshirë kaq shumë njerëz që rrotullohen rreth saj. VIP dhe njerëzit e showbizit edhe do me spontan komplet. Na vin njerëz brenda i përshëndesemi i bëjmë. Po. Shiko, VIP nuk të bën vetëm pjesëmarrja në një format shumë të rëndësishëm televiziv, apo dalja në 2-3 televizione mbas asaj, dhe ajo që ndodh rëndomësh që njerëzit zhgënjehen. Njëri rëndësishëm apo një njeri që njihet në le të themi në showbiz apo në botën e medias është edhe ajo që the për mua, që në fakt unë nuk i përkas 100%, po kam qenë gjithmonë e ngatruar në botën e medias, edhe pse profesioni im është tjetër, edhe pse punët e mia janë të tjera, sepse unë kam investuar në veten time në një profesion dhe njihem për atë që bëj. Kjo është një pjesë që ka mbuluar pasionin tim të hershëm, që për shumë arsye, të thëna dhe më parë, nuk e kam vazhduar, por që përqasem me vërtetësi. Dhe sado që të qenurit, nuk po themi fake, se ndoshta preken shumë njerëz, po ata që s'janë në botën e medias, gjithmonë pëlqejnë atë njeriu që vjen aty, i vërtet, pa filtra, e thot gjën siç e mendon, sigurisht në kujdes pa rënduar njeri, edhe pse shpesh herë njerëzit mund t'ju duke me rënd apo sikur prek dikë, ama qasja ime me të vërtetën asaj që unë mendoj. Jo domosdoshmërisht është ashtu, po ashtu siç e mendoj. Në botën jo matematikore, jo shkencore, vlerët janë gjithmonë relative, por ama njerëzit do më pëlqejnë apo do më pëlqejnë. Faktet qëndrojnë dhe ngelen, sigurisht. Po, në finale njerëzit e kuptojnë që me kohën gjërat kanë dalë ashtu, sepse të shohësh fenomenin në të vërtetën, edhe kur ai të lëndon, dhe ta thuash ashtu siç është më e vërtetë se sa ta zbukurosh për momentin dhe është një gjë që të lëndon. Dhe pastaj njerëzit gjithmonë përmendin u zhgënjyem. Fjala zhgënjim është fjala më rëndom që ne dëgjojmë, sepse pritshmëritë e tyre janë larg realitetit që ata vetë kanë kriju. Eksakt. Kështu që normal që zhgënjimi të pret. Kur ti nuk e investu për të qenë një njeri i rëndësishëm në showbiz, dole 2-3 herë në televizor, mas asaj ti nuk vlen, normalisht tregu sjell të tjerë, ka një format tjetër, ka të rinj që vinë prapë dhe dalin, sigurisht ti s'është se patë në i vlerë të madhe si personazh, del nga tregu, atëherë zhgënjesh. Jo, jeti vetë që ti ke pritshmëri më të mëdha se sa investimi jot. Kështu që ajo që më ka rrotulluar gjithmonë te showbizi është opinioni ose të paktën njerëzit që më ftojnë dhe që ma thonë që unë nuk e kam frikë ta përballë dhe ta shoh të vërtetën time gjithmonë në sy. Prandaj jam shumë e kujdesshme kur jap dhe intervista, them, unë mendoj. Sipas meje, unë mendoj. Sipas jetës time, të miqve të mi, eksperiencave të mia, unë mendoj. E theksoj, unë mendoj, sepse është ajo që mendoj unë, jo ajo që është domosdoshmërisht reale. Ca njerëz me mendje shumë të bukura takohen me njëri tjetrin mes një personi që i njeh dhe i kupton të dy. Dhe kjo shpreha në fakt, po gjithë qasja jote që sa shprehet tani me unë mendoj. Më kujton një mësuese të letërsisë përpara vitesh kur unë atko duhet të jepja provimet e maturës shtetërore në Sami Frashëri sigurisht, dhe punoja me zysh Nexhi Muça, gruaja e një pastori, mësuese shumë e mirë shkëlqyer, gjithë familja e tyre, edhe pse tani jemi ca më larg me njëri tjetrin, më bën ti dua pafund, si kurse atëherë, dhe më thoshte kur unë shpreja opinione në atë kohë si adoleshent, nganjëherë me shumë siguri, më thoshte Stenaldo, mos harro kur të thuash, unë besoj, unë mendoj. Sipas meje tani,
sepse kjo që ti shpreh tani me kaq shumë siguri, mbase 3 vite më vonë, do të interpretohet nga ty në një mënyrë komplet. Po e vërtetë është. Dhe nuk mund të harrohet, kurse si, kur ne bëjmë analizë gjithçkaje, që të vërtetat janë relative, tani nuk do të bëjmë filozofik, se ndoshta njerëzit që po dëgjojnë podcastin kanë nevojë për diçka tjetër, por relativiteti e përshkruan, e definon botën tonë në një mënyrë apo në një tjetër, dhe pa diskutim që kjo prek të vërtetën. Megjithatë, ne duhet të shohim faktet dhe rrethanat në sy. Edhe kur zbresim nga gjithë ky diskutim te realiteti shoqëror shqiptar dhe jo vetëm, në një botë të mbushur me rrjete sociale dhe me vajza të reja dhe djemë të rinj, të cilët duan të prevalojnë, të jenë dikushi, të qëndrojnë on top në këtë botën e shumë ndërlikuar që ne jetojmë tani, e cila duket e thjeshtë, por unë besoj që nuk është. Kur kthehemi këtu në këtë perspektivë, shohim që zhgënjimi njerëzit i gjen e para njerëz se nuk pranojnë realitetin, e dyta për të shkuar atje ku e nisëm se nuk pranojnë veten. Dhe ti si një zonjë shumë kurajoze që je, edhe që je qasur jetës me kuraj, edhe unë këta njerëz i dua fort, se modestisht them që vetë kam bërë të njëjtën zgjedhje me jetën time. Sa mendon që të vret dhe të dëmton në karrierë, qoftë edhe në fillimet e tua, pa dëshira ose mos kokçarja për njohjen e vetes, ose nganjëherë edhe hezitimi, sepse ka dhe nga ata të cilët duke menduar që janë mjaftueshëm vendosin të fshihen mbas gishtit. Shiko, të jesh i vërtet, të ruash me dinjitet gjërat që ti krijon ditë mbas dite. Sigurisht që ti jesh edhe i lumtur për ato që arrin, dhe ta mbash këtë jo vetëm në showbiz, po edhe në realitetet e tjera, në për institucione ku ne punojmë, është gjithmonë një gjë që ka kosto. Dhe për fat keq në Shqipëri ka kosto shumë. Njerëzit e duan të vërtetën, të duan edhe të vlerësojnë, duke thënë që po kjo është një zonjë që i thot gjërat siç mendon, është një mike shumë e mirë, ka një energji shumë të mirë, por kur vjen puna për të bashkëpunuar dhe për të dhënë një mundësi, fatkeqësisht nuk jeti personi që ata zgjedhin. Dhe kjo është e ndërtuar. Po pse ndodh kjo teja? Unë mendoj që një pjesë e njerëzve në momentin që marrin pushtet, pra janë aty. Është thelbësore në zhgënjimin e shumë kujt. Sepse pra ata vetë. Ky mos realizim. Duhet të jesh shumë i plotësuar vet, duhet të jesh shumë i lumtur vet. Dhe kur themi lumtur, se ndoshta lumturia është një fjalë që nuk e definon ndonjëherë njeriu se si, po. Ti je i lumtur që në luftën që ti ke bërë, ke arritur diçka. Dhe ti kërkon më tepër me dinjitet të kesh karrierën në momentin që ti je një drejtues i një institucioni, ti je një lider. Ti e shijon suksesin tënd, e di që kjo gjëja ka ardhur me shumë mund, me shumë luftë, dhe po e shijon, dhe sigurisht që kujdesesh për stafin tënd me dashamirësinë dhe duke mos bërë të njëjta gjëra që dikur tjerët kanë bërë me ty. Pra ti i suporton, e shikon si një ekip, i shikon si njerëz të familjes, dhe qëllimi i final është të kemi sukses në punë, po duke qenë dhe mirë me njëri tjetrin. Se nuk të duhet të jesh një drejtor, një shef, një njeri që vetëm je aty përkohësisht. Ashtu tepër në Shqipëri, se në Shqipëri na shefat. Jo vetëm, po e shohin veten gjithmonë përkohësisht. Nuk investojnë në karrierë të gjatë, por e shohin veten përkohësisht, jem si jem, thot, sa e kam unë, dhe gjithmonë është e çuditshme si të rreqin rreth vetes, më servilët, njerëzit që kanë bazën, do me thënë vetëm të bëjnë qefin, vetëm të jenë si ushtar, nuk të thonë që këtë e ke gabim. Është absurde të mendohet që ti thush shefit që kjo gjëja nuk bën, ose kjo gjëja është gabim, ose ti ke një ide, hajde ta hedhim, kjo nuk bëhet për këtë arsye. Aty ty të kanë heq vizën dhe mblidhen 4 njerëz të tjerë dhe shkon i thonë, "Peti tani se shiko se ajo nuk është ashtu, se ajo është kështu." Edhe unë çuditem me faktin se si e keqja depërton kaq shpejt deri në nivelet e larta. Dhe është shumë e vështirë që një njeri që është jo vetëm i drejtë, po është një njeri që do të bashkëpunoj, që është i vërtet, që i thot gjërat siç e mendon, po i hedh dhe për diskutim, e ka gjithmonë shumë të vështirë të bëjë më përpara. Nuk e duan në për tavolina, e kërkojnë gjithmonë në për konferenca,
por afër tyre nuk e duan. Si më thënë, e kërkojnë për të shprehur për një gjë që sprek ata në mënyrë direkte. E duan në intervistë. Ti flasi publiku, ti tregoj publiku, ti thotë vetëm publikut, por kurse si të cënoj gënjeshtërën e tyre. Ndoshta kjo është arsyeja që nuk e duan. Dhe mos harrojmë që kanë pa diskutim ndjenja inferioritetit të tyre. Se në momentin që ti je i njeri plotësuar, absolutisht nuk e sheh veten konkurrencë me stafi, sepse ti gjaj e më lartë, dhe s'ke asnjë lloj problemi të komunikosh, ti je i sjellshëm, të dëgjosh, po dhe një batutë ta bësh dhe një humor ta bësh. Njerëzit që janë të plotësuar edhe që gjithmonë lumturinë e fillojnë nga brenda jashtë, e fillojnë nga vetja. Edhe pastaj ta ndajnë edhe të marrin nga të tjerët, janë gjithmonë lider. Kemi pas, unë kam pas gjatë jetës time, edhe në punë, edhe në fakultet, e ke vënë pedagogët ose mësuesët më të mirë, që janë më të përgatiturit dhe që i kanë arritur gjërat vet, janë vërtet. Kanë qenë më si chill, njerëz më të komunikueshëm. Po patjetër, dhe më të kollajt për të diskutuar. Edhe humor kanë bërë, edhe kanë qenë gjithmonë, janë përshtatme, ne kemi qenë zënës, po ka thënë ças, ju bëhet mësim sot, po më e lëm diell sot, s'ka si problem. E kupton, nuk e bën kushdo. Ata që kanë ardhur me miq të frustruar, me servilizëm, ata kanë qenë si më tegër, si më të rrept, kanë pas një sjellje edhe më arrogante, kanë qenë më problematik, më hermetik, më të mbyllur, komunikimin e kanë shumë të largët, domethënë do shumë rrugë të shkosh të komunikosh. Është çështje individualiteti, domethënë kompleksi është një gjë që vështirë të dalë nga personi, dhe sa më lart të shkojnë ta njerëz, më problem është. Më problem është për institucionin. Dhe kjo shifet rëndo, jo vetëm në showbiz, por edhe në institucione të tjera. Prandaj dhe vim në një rrokupuj talentesh, njerëzish që ata të mirët është e vështirë të pikasin, ose është e vështirë edhe t'i përqafojnë, se nuk shesin shumë. Realitetin tonë, hipokrizia shet më shumë, falsiteti shet më shumë. Për fat keq. Unë nuk dua të sjell këtu një histori nga të mijat në Big Brother, po në bisedë me një mikun tim, ai ndërkohë i lidhur ngushtë në këtë program për para vitesh e vitesh, po diskutonim qasjet që qëndrojnë në këtë dimension që po flasim tani, pra kush shet dhe kush nuk shet. Dhe unë mendoj gjithmonë dhe e them pa hezitim fare, që ne kemi krijuar një media dembele, një media në të cilën mënyra më e kollajt për t'ju adresuar publikut është zgjedhja e parë gjithmonë. Pra, hajde ftojmë dy njerëz që shajnë njëri tjetrin. Hajde ftojmë njerëz që që shesin në publik. Sepse sigurisht, po të zihen dy njerëz në rrugë, unë jam i sigurt që të gjithë rrinin shohin. Historit fake. Nga kudo që hapet, nga kudo që ndodhet, është gjithmonë një xham që ulet për të dëgjuar dhe një trafik që bllokohet për të parë çfarë ndodhet në të majtën time. Po ndërkohë, televizioni duhet të ketë një qendrim tjetër. E kisha harruar. Tani që po flisje, doja do të pyesja. Mendon ti që se ti erdhe nga jashtë edhe sigurisht erdhe nga një botë tjetër, nga një realitet tjetër. Mendon që gjete atë që ti mendove për showbizin apo për vetë pritshmërinë që kishe nga një format ose nga gjërat që ndodhin pas formatit, apo ajo që ndodh në përgjithësi në showbiz. Pra, ishte kjo që ti kishe menduar apo ti gjete një realitet tjetër? Dëgjote, ti e di që unë jam goxha realist, edhe në pikpamjen se si i shoh gjërat e tjera. Me showbizin shqiptar, duke qenë që përpara bëja radio, isha disi në kontakt, pra e njihja se e njihja showbizin, e njihja se në çdo ujrash notonin ata personazhet me demek VIP, këtu që është një fjalë që unë nuk e kam aq fort qef për veten. Kështu që i surprizuar për keq nuk jam, sepse Shqipëria është vend i vogël, bota tani më është bërë një fshat global, por Shqipëria i tillë ka qenë me kohë, sepse thash aq vend është. Dhe njerëzit e të njëjtës klasë, jo klasë në sensin e lartësisë që ka fjala, por të njëjtit rang, më mirë më thënë, takohen kollaj me njëri tjetrin dhe nuk është e vështirë shumë për të kuptuar se çfarë lloj substance ka jeta tyre. Prandaj për mua vetë showbizi shqiptar nuk përbën një çudi tani që ndoshta jetoj më fort. Por nga ana tjetër kam kuptuar eksaktësisht këtë, që njerëzit veçanërisht në organizim, por edhe nganjëherë në publik, mundohen të kuptojnë tani diferencën mes një qasjeje të vjetruar që është bërë bajat
dhe një qasje të re që njerëzit i ngacmon dhe njerëzit, Stenaldo, e thonë të gjithë këtë. Të gjithë duan gjëra më të mira, njerëz më me vlera, programe më të mira, por çuditërisht zgjedhin klikojnë të shkojnë te njëjta te më fake-un, më llumin, më gjën e gënjeshtër që mund t'i ofrohet. Dhe televizioni është detyruar ta ofrojë për shkak se ashtu duan. Unë kurse kam kuptuar, pse në një format si Bigu, them Bigu se për mua është praktikisht më i madhi, më i rëndësishëm se çdo format tjetër, edhe në televizione tjera. Patjetër. Pse duhet patjetër të bëjë një çift brenda se çifti shet? Pra pse njerëzit, se janë të detyruar produksionit ta bëjnë për shkak se i mban në bërthyer njerëzit, se në finale është normale që duan klikimet edhe duan fitimet, se asnjë emision nuk bëhet kot. Pra, në finale duhet të ketë edhe një feedback financiar, sepse harxhohen miliona lek për studiot e për gjithçka që ndodh aty dhe është shumë okay, se në fund është biznes. Por dua të them, pse njerëzit ulen dhe janë kaq të ingranuar me emocione përpara një televizori, për të parë një çift që krijohet ditën e tretë, që e kupton edhe një që s'ka nevojë fare t'ia dërgosh edhe një kalama 5 vjeç, që është një çift fake se krijohet aty, e mbahen me zor dhe mbas atij programi se i do publiku, pastaj ndahen. Kjo gjëja përsëritet çdo vit, dhe çdo vit ata duan të njëjtën gjë. Është e habitshme si ti kërkon të gënjesh veten gjithmonë në të njëjtën temë. Dhe kjo është tek njerëzit pra. Dashuria është novele e bukur dhe njerëzit kanë qejf ta shohin, kanë qejf të shohin dy njerëz që dashurohen, që pastaj ndahen ose nuk ndahen. Ndoshta kjo është arsyeja, po prap unë mendoj që sigurisht në një mjedis si Big Brother mund të ndodhi shumë çfarë brenda. Dhe aty brenda duhet të kesh parasysh që kur ka çifte të vërteta, që ti e kupton me një klik që ata kanë një gjë të vërtetë, ata nuk i besojnë. Vazhdojnë gjithkohon me thënë këta janë fake. Ka më shumë konfuzion për ata që janë të vërtetë se për ata, sepse ata që janë të vërtetë nuk gjenerojnë spektakël domosdoshmërisht. Pra nuk është gjë e parë që bëjnë se stepen, po e kanë me sikletë atë gjën e vërtetë. Kanë merazhe, ndoshta pëlqejnë njëri tjetrin, nuk dinë si t'i qasen, mendojnë për ata që i shohin jashtë, ndërsa dy njerëz se kanë hyrë aty brenda me idenë që unë po vi tani do bëj namin, sikurse dy njerëz që mendojnë që do të bëhen çift për të fituar, sikurse një tjetër që mendojnë që duhet shajë të tjerët për të fituar, të shajë të fyejë, literalisht. Pra ai nuk mendon më për turpin dhe për drojen. Mendon vetëm për si të gjej okazionin për ta bërë për të 100-ën herë, ndërsa personat e vërtet në një program si Bigu apo dhe analoge të tjera të tij që i ngjajnë kanë gjithmonë kujdesin e pasojave që lë jashtë, sjellë atyre në format, mbi gjithë ato njerëzit që i duan, por edhe opinioni publik, por nga ana tjetër kanë edhe hallin e zemrave të tyre dhe ndjenjave të tyre. Kështu që në këtë pikë unë besoj eksaktësisht këtë që programet janë ndërtuar në televizion pa diskutim që njerëzit i shohin. Por nga ana tjetër, televizioni kur ka mundësi të zgjedh, përfaqësoj një shembull tjetër, nuk flas për Big Brotherin vetëm, por për këto, edhe për realitetin politik në Shqipëri, për mënyrën se si diskutohet në programet e përditshme që bëhen në 2-3 televizione. Kur ka mundësi të përqafojë një program tjetër, një mënyrë tjetër në bërjen e programit, atëherë është mirë ta zgjedhë, sepse njerëzit nuk janë regjisor. Ti nuk mund të presësh që në një avion të çohet çdo pasagjer dhe të marrë nga 5 minuta avionin në dorë për ta fluturuar. Pra ne nuk mund të, pavarësisht që sot ka ardhur koha që nëpërmjet kësaj pajisjes këtu, ndoshta kamera she, ti celularet që un kam në dorë. Ti merr dhe avionin? Ashtu. Çdo kush mund të marrë në dorë këtë tani dhe të ftojë një miken apo mikun e tij, nuk ka rëndësi çfarë edukimi ka, nuk ka rëndësi a di apo nuk di të krijojë 3 fjali bashk, rëndësi ka vetëm që ka kapacitetin nëpërmjet teknologjisë për të nxjerrë veten e tij në një gjë të madhe që quhet internet dhe pastaj ti bën podcastin tënd. Dhe unë mendoj që ky është problemi. Në botën teknike, në botën ku duhet patur njohuri reale për atë që bën, nuk është kaq e lehtë të pretendosh. Ndërsa në këtë socialen të gazetarisë, medias, çdo kush mund të pretendojë. Çdo kush mund të dalë në televizor sot. Dhe tani nëpërmjet edhe një skandali, qoftë edhe nga telefoni i tij, të bëhet ashtu siç e quajmë ne viral. Dhe kjo është ajo që i sposon ekuilibrat. Për sa kohë ne tolerojmë gjithçka, ne nuk mund të pretendojmë kualitet në asgjë. Dhe falzotet që kjo gjëja ndodh në këtë dimension tjetër, në atë të gazetarisë apo showbizit. Se sikur ne të blenim pajisjet, ato të mos kishin kualitet, se njerëzit që i prodhonin nuk ja kishin haberin se me çfarë po merreshin, atëherë botën tonë ta merrte ta të pjeta shumë kollaj. Megjithatë, kur kthehesh te realiteti
konkurimit në showbiz që ndodh sot, një nga gjërat që unë mendoj absolutisht është për të diskutuar shumë, është pesha që kjo anë e jetës ka të adoleshentëve dhe të rinj. Ti ke 2 vajza, mashallah, dhe ke kaluar ndoshta kohën e di si prind se çfarë thotë përballesh me këtë me këtë forcë të madhe që është nevoja për të qenë në qendër të botës pavarësisht gjithçkaje. E di si prind, e di si grua, e di si një njerëz që përqendrohet intelektual. Ato gozat e mia nuk kanë qenë kurrë në dëshira për të qenë ndonjëherë në showbiz, dhe është një edhe sot që janë të rritura nuk përbën interes fare, nuk kanë as rrjete sociale. S'kan pas ndonjëherë kështu merakësh, edhe unë nuk është se i kam A ke kontribuar ti te kjo gjë? Po besoj që po. Po. Unë kam qenë kundër herët për t'i futur në konkurse të ndryshme. Kam pas mundësinë gjithmonë që t'i fusja në konkurse të fusja dhe miq, edhe të fitonin, e kam ditur që kjo gjë do jetë rreme, do jetë për pak kohë. Kam dashur gjithmonë që ata të masin veten e tyre deri ku shkojnë. Sa vlejnë vetë. Sigurisht unë jam prind, në finale për fëmijët e mi, e djeg botën. Do fus edhe miq, e do t'i bëj që të ecin dhe përpara dhe nuk do t'i lënë në mes të rrugës apo t'i braktis. Por nuk e kam pas këtë qasje kur ato kanë qenë në shkollët e vjeçare, kur ato kanë qenë në gjimnaz. Po them për shkak të punëve që kam pas nuk ka qenë fare problem. Të gjej zysha apo njerëz që të kujdeseshin edhe t'ja bënin shumë të lehtë shkollën. Madje shpesh herë më thonin që të gjithë kanë nga një mik, vinë aty dhe i marrin dhjetat pa problem, ti sikur s'njeh njeri bën në këtë dynja. Nuk e kam konceptuar dot që fëmia në gjimnaz t'i fus mik tani ta bëj të pavlerë qysh në atë moshë. Kam menduar se e bëj të pavlerë vet, sepse ajo gjithmonë do rrinte në hijen time. Dhe unë i kam thënë, ju jeni të zonjat për t'ja dalë vet. Tentojeni, provojeni dhe sigurisht kur të ngeleni në rrugë dhe thoni deri këtu është kapaciteti jon. Ne nuk ecim dot, është detyra ime t'i çoj përpara, pa diskutim, sepse unë nuk kam investu kot, apo nuk jam lodh kot. Ama është dashur që ata të shkojnë dhe të më kërkojnë ndihmë. Por kjo gjëja nuk do t'i çoj shumë përpara. Nuk do bëhen aq të suksesshme që të jenë shembull për të tjerët. Do ecin për të darë një vend në një qoshe për le themi sukses, po për një vend të tyre dhe deri aty, dhe s'do jenë kur të lumtur që arritën diçka me forcat e tyre. Atë bën armik kjo qasje me Po shpeshherë po. Gjithmonë se fëmijët nuk e kuptojnë. Ti je fëmijëve tani i rritur, po fëmijët në moshën në adoleshencë nuk e kuptojnë që ti po i le gjithë hapësirën që ata të mundohen të mësojnë dhe mos t'u bësh gati. Dhe vërteta është që kanë ecur me hapa të vegjël, po të sigurt, të suksesshme, janë të dyja jashtë, atje ja dalin vetë, fal asaj që janë mësuar ta çajnë vet këtu, atje s'ka tani as miq, as mami, as babi, as njeri që i suporton, ti je shumë mirë, se ke qenë jashtë vet, dhe atje nuk pyet njëri fare bia ku je, apo kë njefti. Nuk ekziston kjo. Dhe mendon ju kisha bërë dëmin e jetës. Mbase për vajzën e presidentit, po për ne që një zakonshëm. Po edhe vajza e presidentit është rritur në një mënyrë të tillë që ka dhe kulturën dhe gjithë. Po dhe peshën e arzakonshëm në një shoqëri tjetër nëse guxon të shfrytëzoj pozitën e babait. Ska nevojë se nal ka backgroundin e dur, se i ka mësuesë dhe shtëpia që bëhet njëri i aftë se s'ka ku të shkojë dhe mbaron shkollat më të mira dhe nuk ka nevojë më. E kupton, ata përkundrazi janë në sfidë me familjen e tyre për të qenë të aftë vet. Edhe për t'i thënë babait ose nënës që është në karrierë që unë s'kam nevojë për ty se unë ja dola vet. Ne e shohim rëndom në këngëtarët më të mëdhenj që në këtë brezin e vipave ndërkombëtar, fëmijët po shkëputen të vegjël për të bërë karrierën e tyre, për të bërë ndryshe, për të bërë të suksesshëm, për të thënë që ja dola. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu që nëse unë do isha kujdesur për fëmijët e mi që është të vegjël, që të hestin me mik edhe të kishin një karrierë që dhe nuk e duan, se unë e kam qef media dhe tifus media, se mua më pëlqen të këndoj dhe bëu këngëtare ti me zor, se mua më pëlqen dhe piktura, apo pikturoti se do bëhesh, kjo do të sillte në fakt një shpërfytyrim në karakterin e tyre dhe në ndjeshmërinë e tyre. Dhe mendoj që këtë nuk do ma falnin gjithë jetën. E kam parë rëndom në njerëz që janë bërë të suksesshëm në muzikë, në sport,
por nuk arritëm kur të gjejnë rrugën e jetës për ta ndërtuar, sepse i ka ndrydhur kjo gjëja. Nuk është kaq e thjeshtë sa njerëzit e mendojnë. Pra, është ndryshe të suportosh edhe me dinjitet, ta bësh fëmin të aftë, dhe është ndryshe t'ja bësh gati, edhe ti thush tani bëj të gjitha ti se jam unë këtu. Se në një moment si e ti, çfarë do bëj? E ke lënë mes rrugëve. E ke lënë mes rrugëve. Dhe ja, erdhi koha, se kisha mendu kur, të dyja janë jashtë, e kanë çar vetë. Dhe bëjnë betejat e tyre. Bëjnë betejat e tyre, i bëjnë me dinjitet, me luftë ditë pas dite dhe pa u anku. Do thotë që kjo gjëja i ka bërë një të mirë të madhe. Dhe bravo i qoftë. Dhe unë them në sens mesazhi, nuk mund të kishte një më të mirë për ta mbyll podcastin në këtë lloj forme kështu. Po e dini, ne vërtet sot do takuam me njëri tjetrin dhe u gjendëm në studio pa planifikuar absolutisht asgjë. Madje pam në qoftë se do të mundeshim, dhe ky ka qenë me vërtet një podcast krejt spontan që piselet e tij, temat e tij i nxorrin në pa kur ne filluam të flisim me njëri tjetrin. Je e jashtëzakonshme, Tea. Edhe të dua fort shumë. Do ta them tani me që kam rastin publikisht. Faleminderit shumë për mbështetjen tënde gjatë qëndrimit tim në Big Brother, edhe faleminderit që ke thënë atë që unë do duhet të dëgjoja sikur të isha jashtë, dhe jo atë që unë ndoshta do të doja të dëgjoja. Kështu që ndoshta jam përputhur vende, por për këtë t'jam mirënjohës shumë, edhe jam me të vërtetë i lumtur që kam në jetën time një person si ti. Tejet. Kënaqësia edhe dashuria është e dyanshme, ti e di shumë mirë, por dua të sqaroj një gjë, meqense nuk kam pasur rast herë tjetër. Unë opinionet e mia në çdo sezon të Big Brotherit kam thënë eksaktësisht atë çfarë mendoj, dhe më beso, kam pas opinionet e mia kundër për njerëz që kanë qenë në maj. Pra unë nuk kam lujt asë njëherë me audiencën për ta pas pro, madje më fort kur e kam pas kundër. Dhe unë nuk kam dal aty që dikush tjetë mirënjohës ose jo. Kam folur, sigurisht dikë e kam suportu sa ashtu e kam menduar, dikë tjetër nuk ka pëlqyer, e kam argumentuar, prandaj them gjithmonë kam thënë unë mendoj për natyrën që kam unë, sigurisht nuk mund t'i pëlqej dhe t'i mbështes të gjithë, sepse jemi në një botë të ndryshme, sikurse shumë njerëz nuk e pëlqejnë natyrën time dhe shumë okay. Në rastin tënd e kam gjetur veten në ditën e parë, në intervistën e parë fare. Po ta hapësh, kam thënë ky djalë është në finale. Sepse është shumë e vështirë në një botë që njerëzit kanë shumë çka dhe kanë mundësinë, lirinë e gjithë botës të kenë minimalisht të vërtetën e tyre, personalitetin, sinqeritetin, se kur të dalësh në një format e ke detyrim moral të jesh edhe shembull dhe dhe ta bësh ti me aq luftë duke rreziku, son mendoj që e ke bë patjetër me kosto, edhe me kosto të madhe. Unë mendoj që njerëzit i rinë besnik, asaj që mendojnë, asaj që përfaqësojnë, edhe kur kjo është me kosto, por në finale mbeten gjithmonë njerëz të pëlqyer, dhe unë duhet të them këtu, atë që ta kam thënë gjithmonë në kafe, njerëzit nuk e di sa të kanë dashur në Big, ama jashtë Bigut, mendoj që je super i pëlqyer, njerëz më telefonojnë pafund, ne shikojmë edhe në rrugë. Kjo është një vlerë që ti ke përcjell, dhe kjo tregon që bota, përtej asaj që ne mund të shohim në televizor apo në formate, ka njerëz me vlera. Ka njerëz me vlera që gjejnë gjithmonë tek ai njeriu gjërat që duan vet. Pra nuk është e rastësishme që të pëlqejnë shumë njerëz, që të vlerësojnë shumë njerëz, që ke fituar simpatinë dhe respektin vetëm për shkak të gjërave që ke ofruar vetes tënde të vërtet dhe me plot vlera. Pra, janë njerëz shumë të mirë, po thjesht rrinë në hije dhe nuk para i shef bota. Kështu që kënaqësia është e imja që të njoha edhe mbas Bigut, edhe je e njëjti djalë që e ke shfaq veten atje, me plot vlera, me personalitet. Unë dua që të kesh sukses dhe ta gjesh vendin tënd me dinjitet, ashtu siç e meriton. Të faleminderit. Se e meriton. Të faleminderit shumë. Ndërsa unë dua që ne të dy të bëjmë bashkë një program që s'e ka bërë askush tjetër.